Kërkesa e Unionit të Gjyqtarëve dërguar në gjykatën kushtetuese, që kërkon rritje page për 700 eurosh, ka futur në një debat qeverinë me gjyqësorin. Pas kritikave të kryeministrit Edi Rama që kundërshton rritjen e kësaj page, kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj thotë se kjo gjykatë pranon kritika, por jo presione. Zaçaj theksoi se kritikat janë kufiri për gjykatën kushtetuese. Vetë keni pasur kritika dhe unë e kam inkurajuar që e drejta dhe liria e shprehjes nuk kupton pikërisht këtë. Zaçaj deklaroi se ky fakt në fund të fundit tregon nivelin e demokracisë në vend. Vetë vendimet tona janë të zbatueshme. Ka vendime të caktuara të cilat politika besoj merr koston e vet nëse nuk i zbaton. Kur flasim për pushtetet të tjera. E rëndësishme është që gjykata funksionon, gjykata doli dje, duke kthyer pyetjes tuaj, me një pronësim sepse detyra jonë është të garantojmë publikun që gjykata funksionon e pavarur e paanshme. Sigurisht mendimet që vijnë nga të gjitha anët, përfshirë edhe mendimet që jep media, ndonjëherë duke verifikuar burimet e informacionit, ndonjëherë duke mos i verifikuar ato, ne i çmojmë, por në thelb është e rëndësishme që publiku të jetë i mirë informuar, të marrë informacion e dur, të bëjë vendimet e dura në kuptimin e investimit të gjykatës dhe nga ana jonë ne të sigurojmë publikun që në fakt ne jemi të pavarur të paanshëm dhe do të bëjmë punën tonë pavarësisht se kush janë interesat apo se si mendojnë palët e përfshira në proces dhe jo vetëm. Kryeministri Edi Rama e konsideron skandaloze kërkesën për rritje të pagave të bërë në gjykatën kushtetuese nga Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është prerur kundër rritjes së pagave me 700 euro për gjyqtarët.